Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Ugagjini. Bashkë po takohemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. E sot kemi ardhur në fshatin Grejkos të komunës së Suharekës. E do zhvillojmë një intervistë shumë të bukur me njërin nga banorët e këtij vendi, e gjithashtu edhe sot kemi ardhur në ambientin e tij të punës në Lulishte. Fillimisht përshëndetje, kopshtar. Kopshtar e që. A mundesh fillimisht na u prezantu? Unë jam Shefket Ndrejtsaj, jam prej Maqetivës, jetojmë Salla Grosht. Por biznesin e kemi në Salla Grosht edhe në Grejkos, në dy pikat. A më tregon pak për zonën ndoshta ku jetoni ju. Sa është e njoftun, sa është e përshtatshme për punën që ne bëni? Po aty ku punojmë, zona është mjaft e njoftun, që edhe punojmë që 22 vite këtë profesion. Edhe tani kemi kalu pak më poshtë, kemi ardhur në rrugë kryesore këtu në Grejkos. Mu prezantua pak më shumë. A më tregon pak më shumë se kur e keni fillu të mireni me këtë punë si kopshtar? A na tregon ndoshta pak prej karakteristikave këtij profesioni, se nuk është prej profesioneve të zakonta së të përditshme që i hasim. Kemi fillu nga prej vitit 2003. Falë vëllau që kemi në Gjermani, ai pat provoj para nesh atje, dikon për 92-ës, kur ka fillu ai atje, edhe tani na kemi bërë këto. Edhe ku mas kohë, edhe na kena përfituat njëri kësaj lamis. Çu kanë qenë fillimet për juve? Ç'u kujton? Ndoshta tash shpresojmë se është një numër kogja i madh, edhe këtu më thaj se është vetëm fillimi. Ka halo edhe më shumë. Po, pse kemi dikon mbi 5 hektar mjallën na. Dikon me vazë, dikon shumica në tokë janë. Shumica në tokë? Po. Normal se çdo fillim është i vështirë është. Se edhe tu e nis prej 5-0-s, me jo kushtet sa duhet, po gradualisht ku mas kohë bën një kohë gjatë, tash ti mirë është. Tash shpresojmë se është një numër shumë i madh. Po. Ka lloj-llojshmëri, ana njeh për më nga afër pak a shumë ndoshta çka kërkohet më shumë, cilat janë ato që më shumë ju i kultivoni? Ka shumë lloje që kërkohen, ka prej muareve, pashkoj muare bëhen ndryshme, bëhen prej shumë lloje, ka muaj më të parë, tu fillu prej laurës, fotinisë, janë tani lejlani, ka lloje të ndryshme për tyne, këto ligustremi, tani për atyne për muare, tani këto shkojnë me ma pak të tja, se janë për dekor, shkojnë ma pak aty këtu. Po për shohim se është një numër i madh dhe keni lloj-llojshmëri të tëre. Po. A janë disa lloje apo? Jo, janë mbi 100 lloje. Mbi 100 lloje keni edhe të luleve, edhe të dronjeve dekorative. Dronjeve dekorativ. Po ju cilën e keni më për qefi? Këto lulet apo këto? Cilën e keni më? Për neve janë bën si njësoj, se gjitha na pëlqejnë. Shkas na pëlqen ose kultivojnë. Po edhe pse kërkon tregë. Po am tregon pak se si është kujdesi. Normalisht koha. Nuk është kujdesi diçka i veçantë, po duhet më marr patjetër me ta. Tash fillon sezona e nxehtit. Duhet më marr me ujitje, me ushqime, më shumë përdor oksi artificiale, që është 3.15. Se dikun po provojnë edhe me ore nuk ban me përdor. Këtu në këtë lamin ton se i prish, i dëmton shumë, po vetëm 3.15 është më e përdorshme është. Që nuk e dëmton asnjë fije, edhe është qenë gradualisht edhe kohë gjatë. Edhe me ujë. Kjo është përkujdesja e kësaj. Po duhet çdo herë më kujdes për to se përndryshe ku jetë që s'kujdesesh për to e veç dëmtohet. Po gjatë dimrit, na intereson edhe kjo gjatë sezonës dimrit, bora, shiu, sa ndikojnë në kujdesin e luleve? Dimnit kemi një pakicë shumë të vogël që dojnë kujdes. Se nuk kanë nevojë shumë, ato i mbrojnë në anëserë. Këtu janë 98% janë që nuk kanë nevojë më kujdes për to për dimrin për ftoftë. Nuk kanë problem për ftoftë asnjë fije. Vetëm nxehtin është më nuk kurrë shumë nxehti më puna e ujit, më shumë ujë gati, asaj për këtë ftoftit jo, s'ka nevojë më kujdes. Ju gjithashtu bëni edhe porosi prej më të ndryshme, porosi që bojnë klientat. Janë dronjë dekorativ, janë lulet, sa i përket edhe buqetave, apo jo vetëm lishme? Me buqeta nuk punojnë, me buqeta jo, vetëm me gjelbrime, sa i përket barit edhe derit, dronjë dekorativ çka ka nevojë, apo përgjithësi. Sa është e vështirë më u përshtat ndërsa me kërkesat prej më ndryshmeve? Ose po vjen dikur që nuk ka fort njohuri për lule, ndërsa çka kish qenë
Propozimi, çka ke shumë? Propozimi pak a shumë, ata duhet më animu, po më shumë duhet na më animu aty nëse kur ka shumë llojshmëri, unë zëm me vendos. Se nuk ka domone aborre pak kush ka që mund mbjell parafërsisht më përshtat çaq shumë ka lloje. E tani pak a shumë dikush diçka, një lloj zbont, se tash i qefi është i ndryshëm është. Po është pak me vendos zor për ata që vjen. Se ka shumë lloje, ka dëshira për secilën, po nuk ka mas pari vend ku i mbjell. Se ka lloje shumë, që tash më bini 100 lloje, 3-4 copa, 5 copa, 10 copa që në borë, po shumë s'ka ku i lën. Po kjo zona ku jemi këtu, sa është e përshtatshme ndoshta për shohim që është edhe sera mbrapa, a është shumë e përshtatshme për kultivim apo duhet me ka pas ndërhyrje? Kena bën ndërhyrje sa i përket tokës, se toka nuk është shumë e përshtatshme. Kemi promuar dhej tjetër, kemi përmirësuar vend, po mira nuk të që ka ujë shumë këtu. Ka ujë? Po, ujë ka shumë edhe atë problem nuk e kemi. Se më rëndësi jo mas shumë të ujë. Nëse ujë nuk ka një vend aty ku mundohesh më morë me këtë veprimtari, nuk mundesh me zhvillu biznes. Pa ujë. Ndërsa këto tjerat kështu që janë me saktësime. Po, këto është më lehtë me mos, e kanë dhe unë vetë aty, edhe kanë vetëm me ujë edhe me ushqime. Me gati, po. A më tregon si është si profesion, sa është ndoshta sa don shumë durim, sa don punë. Nuk është një profesion që rastisem shumë. Po, me thonë drejtën, këtë profesion as e kemi menu më herës. Po, tu e mësu kadal edhe është kemi qef këtë punë që e bojnë. Nuk mendoj se është e thjeshtë, sa do që duket ndoshta. Jo, duket shumë e thjeshtë. Duket shumë e thjeshtë, po nëse nuk mirë shumë e to, atëra s'ki bas një sen. Se sa do kudo, si cilin është ako që me bo këtë profesion, me punu me këta, po problema i madh është që do të me ditë paka shumë. Na kemi bo provoj që 20 e kusur vjetë, edhe ndoshta 20 vjetë prapë mësojmë në pesajnë. Diçka të re edhe tre. Asnjëherë nuk ka skajnë kjo. Asnjëherë s'ka skajnë. Çdo herë mund me mësu gjona, po paka shumë kena mësu, dikon ndoshta 80% i dim do sene, po kurs mund me thonë që jemi në skaj. Po, një sa jeton edhe mësën. Normalisht. Unë falenderoj shumë, na po shkojmë edhe në ndërkohë po marrim pamje, se një më shumë ambient, shumë i bukur. Faleminderit për vizitat e jush. Edhe ju falenderojmë shumë për kohën. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër. E ne takohemi bashkë në episodin e radhës një vend krejt tjetër, deri atëherë të këto.